Horoskopi datë 23 dhjetor 2025. Nga na ndihni, cila shenjë jeni, lini në koment shenjën tuaj dhe pyetje që keni. Dashi. Kjo ditë e gjen dashin të përshëndruar dhe të ngarkuar mendërisht, sidomos kur bëhet fjalë për financat. Mund të ketë disa shpenzime të paplanifikuara të lidhura me familjen apo me përgatitjet për festat që po afrohen, prandaj është e rëndësishme të ruash ekuilibrin dhe të mos veprosh me impuls. Në aspektin e marrëdhënieve në çift, komunikimi është çelësi kryesor. Një bisedë e hapur ndihmon për të sqaruar keqkuptime të vogla që kanë mbetur pezull. Beqarët ndihen më tërheqës se zakonisht dhe kanë mundësi për flirtime, por duhet të dëgjojnë intuitën dhe të mos krijojnë pritshmëri të menjëhershme. Shëndeti është i qëndrueshëm. Megjithatë, stresi nervor mund të ndikojë në energjinë fizike, ndaj pushimi është i domosdoshëm. Kjo periudhë përpara festave të kujton të jesh më i matur financiarisht dhe të mbyllësh çështje që kanë mbetur hapur deri tani. Demi. Demi ndjehet më i qetë dhe më i përqendruar në sigurinë personale. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por tundimi për shpenzime luksi do të rritet me afrimin e festave, ndaj bëni kujdes me buxhetin. Në çift, marrëdhënia kërkon më shumë përkushtim emocional dhe prani reale tuajën, jo vetëm fjalë. Një gjest i vogël apo një dhuratë mund ta forcojë ndjeshëm lidhjen tuaj. Beqarët do të kenë mundësi për njohje interesante përmes rrethit shoqëror, por duhet t'i japin kohën e vet çdo gjëje që të lulëzojë natyrshëm. Shëndeti është i mirë, por trupi ka nevojë për ritëm më të rregullt, sidomos në ushqim dhe gjumë. Kjo ditë të fton të gjesh balancën mes kënaqësive dhe përgjegjësive. Binjakët. Binjakët janë aktiv dhe komunikues, por mendja e tyre është e mbushur me shumë mendime njëkohësisht. Financat kërkojnë vëmendjen tuaj, sepse keni tendencë për shpenzime spontane, veçanërisht tani në fund vit. Ata që janë në çift do të përfitojnë nga dialogu i hapur, pasi mund të shmangin keqkuptimet dhe ta forcojnë më tej besimin te njëri tjetri. Nga ana tjetër, beqarët janë të rrethuar nga njerëz të ndryshëm dhe mund të tërheqin vëmendjen e dikujt interesant, por duhet të bëjnë dallimin mes flirtimit apo diçkaje më serioze. Shëndeti do të lidhet ngushtë me gjendjen tuaj mendore, prandaj relaksimi dhe pushimi është thelbësor. Kjo periudhë të kujton rëndësinë e fokusit dhe qetësisë. Gaforja. Gaforja ndihet më emocionale dhe më e lidhur me familjen dhe të kaluarën. Financat janë të qëndrueshme përgjithsisht, por është shumë e rëndësishme të mos merrni mbi vete përgjegjësi financiare të tjerëve. Në çift, ndjenjat do të jenë të thella dhe lidhja forcohet më tej përmes mirëkuptimit dhe mbështetjes reciproke. Beqarët do të ndihen disi nostalgjik për një person nga e kaluara, por duhet t'i shohin gjërat për atë që kanë qenë, jo përmes lenteve roz. Një njohje e qetë dhe e sinqertë mund të jetë shumë afër dhe mund të sjellë emocione të bukura. Shëndeti kërkon kujdes, pasi stresi mund të ndikojë në mirëqenien tuaj fizike. Kjo periudhë para festave të fton të kujdesesh për veten dhe ata që do. Luani. Luani hyn në këtë periudhë me shumë energji, por edhe me një ndjenjë përgjegjësie më të madhe se zakonisht. Financat kërkojnë një vëmendje të shtuar, pasi dëshira për të shpenzuar për qejf, pamjen e jashtme apo dhurata për të tjerët, do të rritet ndjeshëm tani që festat po afrohen. Është e rëndësishme që sot të mos e ngatroni bujarin me teprimin. Në jetën në çift, marrëdhënia kalon në një fazë kur kërkohet më shumë mirëkuptim dhe më pak dominim. Nëse e dëgjoni më shumë partnerin, lidhja do të forcohet ndjeshëm. Beqarët janë magnetik dhe tërheqin vëmendje kudo që shkojnë, por duhet të dallojnë mes interesit të sinqertë dhe real
dhe admirimit sipërfaqësor. Shëndeti është i mirë, por trupi kërkon një rregullim të ritmit, pasi lodhja e akumuluar mund të ndihet papritur. Virgjëresha. Virgjëresha është e përqendruar, praktike dhe shumë e vëmendshme ndaj detajeve gjatë kësaj dite. Financat do të jenë në kontroll, sepse di të planifikosh dhe të mos shpenzosh pa arsye. Megjithatë, mendja jote ka prirje të shqetësohet më shumë se sa duhet. Në marrëdhëniet në çift kërkon stabilitet dhe qartësi. Një bisedë e sinqertë për çështje praktike mund t'ju sjellë qetësi dhe ndjesi sigurie. Nga ana tjetër, beqarët nuk kënaqen me lidhje të cekta dhe preferojnë të presin dikë që përputhet vërtet me vlerat e tyre. Shëndeti është i qëndrueshëm, por sistemi nervor ka nevojë për pushim, sidomos tani që ritmi i ditëve bëhet më intensiv për shkak të afrimit të festave. Kjo periudhë të fton të mos jesh shumë kritik ndaj vetes dhe të lejosh edhe pak spontanitet. Peshorja. Peshorja kërkon ekuilibër sot dhe harmoni në çdo aspekt të jetës. Financat janë të qëndrueshme, por mund të dalin disa shpenzime të lidhura me shoqërinë apo familjen, prandaj organizimi është thelbësor. Në çift, marrëdhënia do të përmirësohet ndjeshëm përmes dialogut të hapur dhe ndarjes së emocioneve me partnerin. Një moment i qetë së bashku mund t'ju sjellë afrim të madh. Nga ana tjetër, beqarët janë tërheqës dhe elegant, me mundësi për njohje romantike, sidomos përmes miqve ose ambienteve shoqërore. Shëndeti është i mirë, por lodhja dhe mungesa e pushimit mund të ndikojnë në përqendrimin tuaj. Kjo ditë të kujton rëndësinë e balancës mes detyrimeve dhe plotësimit të kënaqësive personale. Akrepi. Akrepi përjeton një periudhë intensive emocionalisht dhe mendërisht këto ditë, dhe sot kjo gjë do të vihet në pa. Financat gjithashtu kërkojnë strategji dhe maturi. Është moment i mirë për të rishikuar prioritetet dhe për të shmangur vendime të nxituara. Në çift, ndjenjat janë të thella dhe lidhja do të forcohet përmes besimit dhe sinqeritetit, por xhelozia apo kontrolli i tepërt mund të krijojnë tensione nëse nuk i menaxhoni me kujdes. Beqarët kanë një magnetizëm të fortë dhe mund të përjetojnë një tërheqje të menjëhershme ndaj dikujt, por duhet të dëgjojnë intuitën përpara se të hapen plotësisht. Shëndeti është i mirë, por energjia emocionale e akumuluar kërkon shkarkim përmes aktivitetit fizik ose aktiviteteve që ju sjellin qetësi shpirtërore. Shigjetari. Shigjetari ndihet optimist dhe i hapur ndaj mundësive të reja, por duhet të tregoj kujdes në menaxhimin e financave. Shpenzimet spontane mund të shtohen, sidomos për udhëtime, argëtim apo përgatitje festive, prandaj planifikimi është i domosdoshëm veçanërisht sot. Në çift, dëshira për liri dhe hapësirë personale duhet balancuar me përgjegjësitë emocionale që keni ndaj partnerit. Sinqeriteti do t'ju sjellë qetësi. Nga ana tjetër, beqarët janë aventurier dhe të hapur ndaj njohjeve të reja, por jo çdo njohje duhet marrë seriozisht sot. Shëndeti është i mirë, por bëni kujdes me mungesën e gjumit. Kjo ditë të kujton se edhe optimizmi ka nevojë për një strukturim të fortë. Britsjapi. Britsjapi është i përqendruar dhe praktik, me mbendjen tek stabiliteti. Financat sot janë prioritet dhe menaxhohen me kujdes. Megjithatë, mund të ndjesh presion për shkak të përgjegjësive të shtuara. Në çift, marrëdhënia do të forcohet më tej përmes sigurisë dhe bërjes së planeve konkrete për të ardhmen. Partneri juaj e vlerëson seriozitetin që keni në bisedë. Beqarët do të jenë më të rezervuar, por një njohje e qetë dhe e pjekur mund të lindë pa shumë zhurmë. Shëndeti kërkon pushim dhe ulje të stresit, pasi trupi ka ditë që ju jep sinjale lodhjeje.
Dita të kujton se duhet të gjesh kohë edhe për veten. Ujori. Ujori është kreativ dhe i pavarur, me ide që vijnë njëra pas tjetrës, sidomos sot ku do të keni një lumë idesh. Financat kërkojnë më shumë organizim, sepse prirja për shpenzime të papritura do të jetë e pranishme sot dhe në vazhdim të javës. Në çift, marrëdhënia përmirësohet përmes sinqeritetit dhe respektimit të hapësirës personale. Një bisedë e hapur me partnerin do t'ju sjellë qartësinë që e kërkoni. Nga ana tjetër, beqarët do të kenë mundësi për njohje të veçanta, ndryshe nga zakonisht, njohje që do t'i stimulojnë mendërisht. Shëndeti është gjithashtu i mirë, por energjia mendore duhet menaxhuar mirë për të shmangur lodhjen. Kjo periudhë ju sjell frymëzim, por kërkon një disiplinë të hekurt. Peshqit. Peshqit janë emocional, intuitiv dhe më të ndjeshëm se zakonisht. Financat kërkojnë qartësi dhe kujdes, sepse prirja për të shpenzuar për të tjerët është e lartë, sidomos tani që festat po afrohen. Në çift, ndjenjat janë të thella dhe lidhja forcohet më tej përmes mbështetjes reciproke dhe empatisë tuaj. Nga ana tjetër, beqarët mund të përjetojnë një takim romantik që do t'ju zgjojë emocione të forta. Duhet të bëjnë kujdes të ruajnë ekuilibrin mes ëndrrës dhe realitetit, mos i idealizoni shumë njerëzit pa i njohur. Shëndeti lidhet me gjendjen shpirtërore, prandaj qetësia do të jetë thelbësore. Dita të ftohtë të jesh më i butë me veten dhe të dëgjosh intuitën tënde. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.